që në datën 22 mars 2026 Departamenti i Shtetit lëshon një njoftim zyrtar që i drejtohet qytetarëve amerikan globalisht. Në këtë njoftim kërkohet rritje vigjilencës për shkak të tensioneve gjeopolitike, veçanërisht në lindjen e mesme dhe theksohet rreziku i mundshëm për interesat amerikane në vende të ndryshme të botës. Në thelb njoftimi nuk përmend vende specifike si objektiva të drejtpërdrejta, po përfshin një thirrje të përgjithshme për kujdes, duke u kërkuar qytetarëve amerikanë të ndjekin udhëzimet e ambasadave dhe konsullatave përkatëse. Në 1 prill 2026, ambasada amerikane në Tiranë me tone të egzageruara dhe urgjente e përsërit më dramatike të njëjtin njoftim, duke rikthyer në vëmendje në një formë që duket sikur është bërë enkas për të hapur panik, fiks para sezonit turistik. Po le të futemi një analizë të thjeshtë. Distanca Teheran-Tiranë është rreth 2800 km dhe përshkon 2 vendet e NATO-s, Greqinë dhe Turqinë. Bazat në Greqi, sipas marrëveshjes së fundit të mbrojtjes MDCA, përfshin 11 pika kyçe ku më të njohurat janë baza detare e Gjirit të Sudës Kret, e vetmja bazë e përhershme dhe superbaza kryesore për flotën e 6 në Mesdhe. Porti i Aleksandroupolit, baza ajrore e Larisës, baza ajrore e Stefanovikios, Volos, qendra për stërvitjen dhe operacionet e helikopterëve, baza ajrore e Aktios, Prevez, baza ajrore e Araksos, Pelopones, baza ajrore e Andravides për stërvitje të përbashkëta ajrore, si dhe kampingu në Aleksandroupol për mbështetje shtesë. Bazat në Turqi janë rreth 11 instalime të integruara në strukturat e NATO-s. Me shumë mundësi të gjitha këto baza janë vende potenciale aktive dhe shumë afër që e demonstrojnë realisht Iranin. Tani mes halleve që ka do ngrihet Irani i bjerë Shqipërisë, vendi të vogël e të djallëzuar në thonjza, pse ka strehuar një 3000 vulhumbur. Kjo duket si një lëvizje boshe ambasadës, apo si një përpjekje për t'i bërë shqiptarët anti-iranian, sepse pavarësisht se çfarë mendon dhe si sillet parlamenti ynë, në thelb shqiptarët nuk miratojnë dhe nuk janë pro asnjë lufte dhe asnjë gjakderdhje në botë. Por me sa duket, i çmenduri i Washingtonit po e transferon çmendurin në të gjithë administratën dhe virusi ka mbritur deri në Tiranë. Dhe poezia e të madhit Dritroagollit duhet të ndryshojë. Në vend që të jetë në vendin tim e në vendin tënd një i çmendur të gjithë i çmend, sot duket se duhet jetë në globin tim e në globin tënd një i çmendur të gjithë i çmend.